Sa thire to ke zan, dhe sa djeli të rezo, la ilaha illa Allah, ka me u than. Kanë dëshirar miq të fes, me najzjer faqën e zes, na nënçmojnë ofendoj, e na prejnë bes. Të sulmojnë e robërojnë, të njëmbosin si të dojnë, por ti qëndroj. Se ti e feja e vërtet, e ndriqove për njerëzimin selamet, në gjoko gjithër jekon. Hapi rezeti moj drit, e rësirën ti godit, dritën tane Zoti e shton, anem ban zemra qliro. Të shikojnë gjdo her me frik, gjoja ti e felik, dhe se ti për botën bar, je rezik, e vërteta u pengo, andaj duan të mbuloj, e të mveshin gjdo ndytësi, të shtrembëroj. Të sulmojnë e robërojnë, të njëllosin si të dojnë, por ti qëndroj. Se ti e feja e vërtet, e ndriqove gjithu një, për njerëzimin selamet, në qdo kohë gjithër jekon. Hapi rezeti moj drit, e rësirën ti godit, dritën tane Zoti e shton, anem ban zemra qliro. Do të gëzoj kytin me i ta, u finata edhe dita, se kjo fe nuk më poshtet kun, drejta djelit nuk zihet me tu. Do të gëzoj kytin me i ta, u finata edhe dita, se kjo fe nuk më poshtet kun, drejta djelit nuk zihet me tu. Do
gëzoj ky din merita, u hynata edhe dita, se kjo fe nuk më poshtet ku, drita djelit nuk sihet me du. Do të gëzoj ky din merita, u hynata edhe dita, se kjo fe nuk më poshtet ku, drita djelit nuk sihet me du. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Falënderimin dhe lavdërimet e qofshin Allahut xhaleshanuhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut xhaleshanuhu qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar besimtarë, jena pranë afër një muajit të madh, një muaj të shenjtë, muaj të Ramazanit. Jemi vetëm një javë larg këtij, një muaj i madh i cili Allahu xhaleshanuhu ka pregadit shumë shpërblime për ata të cilët i bojnë hizmet, apo për ata të cilët e shfrytëzojnë këtë muaj duke investuar në shpirtin e tyre. Sot do të flasim kejfe nastaqbilu shahra Ramadan. Si ta presim muajin e Ramazanit. Pregaditja e besimtarit e muslimanit për pritjen e këtij muaji të shenjtë. Thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani, i cili është udhëzues për njerëzit. Nëse dikush na udhëzon, nëse dikush na çet në rrugë të mbarë, nëse dikush na çet në një rrugë të mirë, deri në vdekje do ta kishim falendëruar që na i boni këtë mirë, na qitin rrugën e drejtë. Kështu që ky muaj, ky përkujtim, Allahu xhaleshanuhu këtë përkujtim na i çon neve çdo vit për me përkujtuar se në këtë muaj ka zbrit Kur'ani i madhërisëm, i cili është udhëzues për neve, për gjithë njerëzimin. Ishte udhëzues për ata të cilët i binin sejdë, për ata të cilët ju përulnin çyshit lloçit, e çyshit drunit, e çyshit lopës. I tregoj Allahu xhaleshanuhu se ai i cili meriton të vetmin për ulje është Allahu xhaleshanuhu. I udhëzoi moralin e njerëzve me këtë Kur'an i cili zbriti në këtë muaj. Allahu xhaleshanuhu na udhëzoi neve na largoi prej të këqijave, na largoi prej zinos, na tregoi që është haram. Me këtë udhëzim Allahu xhaleshanuhu të parëve dhe gjithë të tjerëve mbas, edhe neve na tregoi se nuk është rrugë e drejtë që të nënçmohet femra në Islam apo të mbytet, që u mbyte në kohën e xhahiletit, ku i linte një fëmijë vajzë e merrnin dhe e varrosnin për zgjallje. Me këtë Kur'an, i cili zbritin këtë muaj të shenjtë që ne po e presim, ishin të gjitha këto udhëzime që na larguan neve nga traditat e xhahiletit, nga traditat apo morali i cili ishte në kohën e ignorancës. E falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që jemi pjesëtar të fesë islame. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na i bëri Kur'anin udhëzues. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na i zbriti këtë Kur'an në një muaj shumë të madh.
Thot pejgamberi alayhis salam, men sama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili agjeron muajin e Ramazanit imanan wa ihtisaban, me iman të plot që ky muaj është obligim prej Allahut xhaleshanu për besimtarët të cilët kanë mundësi fizike për të agjeruar këtë muaj, edhe agjerojnë wa ihtisaban, përveç agjerimit kërkojnë shpërblimin tek Allahu xhaleshanu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, thot Allahu xhaleshanu këtij besimtarit do t'i afal mëkatet të cilat i ka bërë më herët. Me agjerimin e muajit Ramazan, Allahu xhaleshanu po na i fal ka neve mëkatet apo gjënat të cilat i kena bërë më herët. Një e mirë shumë e madhe nga Allahu xhaleshanu. Mëkatet që ai ke bërë që një vjet prej Ramazanit tjetër, Allahu xhaleshanu po t'i fal nëse ti këtë Ramazan agjeron me iman të plot, që e ke obligim edhe agjeron, edhe duke shpresuar shpërblimin te Allahu xhaleshanu, po t'i fal ka mëkatet. Përveç mëkateve, ka shumë shpërblime tjera. Mirë, po vetëm falja e mëkateve është shpërblimi më i madh të cilën njeriu mund ta ketë. Gjenerata e parë muslimanëve selefi këtij ummeti thot gëzoheshin kur vinte muaji i Ramazanit. 6 muaj ditë përpara thot e lutnin Allahun xhaleshanu, o Zot, mos na merr shpirtin derisa ta agjerojnë muajin e Ramazanit. E lutnin Allahun xhaleshanu që t'ju jap jetë Allahu xhaleshanu deri në muajin e Ramazanit. Po thot ati të cilit Allahu xhaleshanu i jepte jetë pas Ramazanit, 6 muaj ditë bënin dua, o Zot, na i prano agjerimin apo na i prano Ramazanin të cilin ne kemi agjeruar, na bën të pranueshëm te ti. Lusim Allahun xhaleshanu që të na bën prej atyre të cilët agjerojnë këtë muaj. Sa njerëz vllazni para një viti ishin në këtë muaj, e sa njerëz sot nuk janë në mesin tonë. Ndoshta ata të cilët kanë shku, jo ndoshta, sigurisht, ata të cilët kanë shku edhe nuk e kanë agjeru, sot pendohen për është vonë. Ti e gjallë, për ti nuk është vonë. Ti e ke agjerimin përpara, ti e ke shansën e faljes së mëkateve përpara, ti e ke shansën e fitimit xhenetit përpara e ke. Ndërsa ata të cilët kanë shku vllaznin nuk ka më mundësi. Si vllazni mos të kënaqet, mos gëzohet besimtari në këtë muaj, që ator muaj Ramazanit. Pse më kënaq? Me ne të pamë papi edhe më kënaq. Po, gjithsesi. Pse? Të hapët dirët e xhenetit ti për më fut në xhenet. Allah xhaleshanu e ka kriju xhenetin me 8 dyert. Një prej tyre, një derë është e posaçme, përmes të cilës kanë me hi vetëm ata të cilët kanë agjeruar. Vetëm ata të cilët agjerojnë. E keni pa vllazni, nëse shkon në aeroport ose rrugë dikon, edhe ta shpresin njerëzit t'i konë për me hije. Mirë po është në dire posaçme, e keni po ju ka rënë ndoshta me udhëtu në aeroport, e shkruan aty kjo vetë për njerëz do të thonë çka janë funksionar. Veç për politikan apo njerëz VIP-a, njerëz me rëndësi. Aty s'ka, ndoshta asnjë njeri nuk është. Me shkuti nuk të pranon, shko prit në rënd. Po ko kësha thotë bre, a më jas pranosh ti. Shko prit në rënd aty. Kto është për njerëz me rëndësi. Allahu xhaleshanu është një derë e futjes në xhenet njerëzit që kanë në rëndësi. Kush janë ata? Janë ata të cilët agjerojnë. Allahu xhaleshanu thotë në përket përmes kësaj dere të xhenetit do të shtin ata të cilët kanë agjeruar, kur të kryhet numri atyre radha atyre agjeruesve ndalet, vin tjerë. Jo, nuk ka për ty. Vetëm për ata që kanë agjeruar. Vetëm për ata që kanë agjeruar. Do ta ndihesh veten të privilegjuar që Allahu xhaleshanu ta ka bërë një derë të posaçme me hin xhenet. Do ta harrosh këtë lodhje. Nxetin, mohangër, smohangër, mo pi ujë, do t'i harrosh këtu ku ta shesh atë privilegj që ke. Shpesh njerëzit vllazni nxet me çish me agjeru. Nxet i madh, po mbi ujë, po mhat. Pikërisht agjerimi për këtë është. Kur të hatë mës me hangër edhe kur të pijet mës me pi. Kjo është agjerimi. Se nëse nuk e të ta kesh këta, atëherë çka? Atëherë do një agjerueshëm për momentin. Se as nuk jam të hangër, as nuk jam të pi. Mirë, për kur të më rritë ujë, pi ujë. Çfarë agjerimi? Kjo nuk është agjerim. Agjerim është shkon njeri me iman të plot, e ka shansën me hangër edhe me pi të shtëpia. Askush nuk e sheh, edhe nuk ha dhe nuk pi. E ka po për hir të Allahu xhaleshanu. Do të për këtë arsye Allahu xhaleshanu ditën e Kiametit ka më thonë ti që e ke agjeruar Ramazanin, kulu washrabu haniyan lakum bima aslaftum fil ayamin khaliya. Ha pi kënaqë me të mirat e xhenetit, kompenzim special për ditët që i ke kaluar që s'ke hangër as s'ke pi. Ditët e Ramazanit më të fjalë.
Jo ditët kur s'tu ka hongër, e ka një smut. Mirë po bëhet fjalë për ditët e agjërimit, kur tu ka pi ujë, terët goja nuk pi, vetëm për hir të Allahut xhaleshanu kompenzimit thot Allahu xhaleshanu me ushqim special, pije speciale, vetëm për hir ditëve që i ke kaluar nuk ke hongër dhe nuk ke pi. Lusim Allahun xhaleshanu që të na bën prej atyre. Ramazani vllazni është një shans për pendim. Për të u penduar tek Allahu xhaleshanu për mëkatet të cilat e kena bërë. Është një shans shumë e madhe. Tregohet një musliman kohët e mëhershme, do të thotë umeti Muhamedit alayhis salam, i kishte ardhur vdekja. Vllazni ta kuptojnë agjërimin, mos e kuptoni agjërimin veç sa edhe spi edhe kur gjë më shumë. Kuptoni një ibadet, një lidhje me Allahun xhaleshanu. Thotë i kishte ardhur vdekja me vdekjen. Thotë edhe kish shkart. Thotë pse po ka? Thotë për dunjon po të ka, se thonë ti natë, patjetër si çel për diçka të dunjos. Thot, vetëm për dy sene të dunjosët jam të kajtë. Jo për tjerat, nuk më jetë merak asgjë. Thot, për dy sene po kajtë. Thot se jam të vdekën edhe po kajtë kur të vjeri muja agjërimit që tjerët agjërojnë në s'do të mujë se jam në të rasa. Edhe po kajtë për mujën e Ramazanit që do të vjen e njerëzit do t'i falin farz dhe do të falin nafile, e do të falin teravi, e do të falin namaznote, unë nuk jam mesin e tyre. Për këta po kajtë. Shiko vllazni për shka ka kajtë. Do të vdesun e tjerë do të agjërojnë nësë do të mujë. E ka një knaqësinë e agjërimit. Thot, do të falin njerëzit nafile, do të falin namaznote, unë nuk do t'jem. Për këta thot përkaj. Për asgjë tjetër. Tjetëri thot, vllazni, thot, kur gjo as një vlerës do t'a kish pas dunjoja të kund, si kur mos t'kish qenë namazin nafile në Ramazan. Se namazin nafile në Ramazan, ka shpërblimin shumë atë masja është Ramazanit. Kuptohet, Allah xhaleshanu në Kur'an ka thonë, Kullu amel ibn Adem leh illa sawm fa innahu li wa ana zibihi. Çdo vepër e birit Ademit është e tija përveç agjërimit. Thot agjërimi është i imi edhe është për për ta. Edhe namazi është për Allahun xhaleshanu. Edhe haxhi për Allahun xhaleshanu. Edhe zeqati është për Allahun xhaleshanu. Pse Allahu xhaleshanu e specifikoi agjërimin? Nga se është i vetmi ibadet që njeriu e kryen e këput për hir të Allahut xhaleshanu, nga se ka mundësi mos me agjëru atjerë më thonë jam agjërueshëm. Mirë po, edhe kur vetmohet nuk ha dhe nuk pesa ato agjëru për hir të Allahut xhaleshanu. Do të thotë sinqeriteti është kulminacioni i tij, thotë për këtë arsye, wa anna azibihi, agjërimi është për mua dhe unë e shpërblej për ta. E dyta se pse Allahu xhaleshanu ka thonë se unë e shpërblej për ta, është e mirë, leximi një shkronjës Kuranit, ka 10 sevape, veprimi një punës mirë, Allah xhaleshanu e shpërblen një punë mirë me 10 mira, e kështu me radhë. Pse agjërimin Allah xhaleshanu është i imi dhe unë shpërblej për të? Thotë se për agjërimin Allah xhaleshanu nuk ka vendosën se sa kushton ose sa shpërblen. Mirë po është fakture hapur te Allah xhaleshanu. Asnjë me 700, as me 70.000, as me 7 milion, as me 700 milion. Është e hapur te Allahu xhaleshanu sa që të nuk mundesh me paramendu se çfarë shpërblimi ki për agjërimin. Për këtë arsye thot Allahu xhaleshanu ka thonë se është i imi agjërimi dhe unë shpërbej për ta. Kush është ai i cili fiton këtë vazhdim? E ka specifikuar agjërimin për të Allahu xhaleshanu, nga se është ibadet i cili bëhet vetëm për Allahu xhaleshanu. Pejgamberi alayhis salam të hip në hutbë, hip shkollën e parë thot amin. Hip shkollën e dytë thot amin. Hip shkollën e tretë thot amin. Shokët e vetë, o i dërguari i Allahut, pse tha amin? Thot herën e parë thash amin se erdhi Xhibrili, edhe tha o Muhammed, i turpruar, i nënçmuar, i falimentuar është ai njeri i cili e arrin muajin e agjërimit edhe nuk e agjeron. Thot thash amin. E arrin muajin e agjërimit edhe nuk agjeron. Vllazni na duhet me kajt për njerëzit e tillë. Duhet me kajt për njerëzit e tillë që arrin muaji i agjërimit edhe ai nuk agjeron. Duhet më të kajt për ta. E dyta thot pse? E dyta thot i nënçmuar është ai njeri ose i humbur është ai njeri i cili e arrin njërin prej prindve ose tudit e arrin gjallë që është shans për me hinë xhenet, thot edhe nuk mundet me fitu xhenetin për respektin që ja bën atyre, thot edhe ky njeri është i humbur. Edhe ky njeri thot është i humbur. Edhe e treta thot i nënçmuar është ai njeri kur përmendet emri im edhe nuk çon salavatin mbi meje.
Ajo që na intereson, vllaznise, pejgamberi alayhis salam përmes Xhibrilit është lajmëruar se i humbur, i falimentuar, i shkretum, çka dush thuj, është personi që arrin muajin e agjërimit e nuk e agjeron. Ky njeri është i humbur. Allahu xhaleshanu mos na bëj për atyre. Obligim për neve si besimtarë, për përgatitje për muajin e Ramazanit është të përgatitemi me agjerim muajin e Ramazanit me krejt gjymtyrt. A agjerova po? Çka bune? S'kum deri në akşam. Prej sipër deri në akşam. Nuk është e tëra. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai cili në gjatë muajit Ramazanit nuk ndalet nga fjalët e këqija, nga bajtja e fjalëve, nga dredhijat, nga të këqijat, thot Allahu xhaleshanu s'ka nevojë njeri me nejt pa hëngrë dhe pa pi. S'kish ka rri pa hëngrë dhe pa pi. Mirë, po duhet mësomi të agjerojna me sytë tonë mos me këshir haram, me dorën tonë mos me prek haram, me gojën tonë mos me fol haram, me kontet tona mos me shkel haram vllazni. Kjo është agjerim. Kjo kërkohet për besimtarin që të agjeroj gjatë muajit të Ramazanit. Edhe përveç farzave që duhet t'i kryej besimtari gjatë këtij muaji, duhet vllazni edhe nafile sa të mundet. E shohim vllazni që kohëve të fundit është e vërtetë që ka rënë numri atyre të cilët e falin taravin. Pse se fal taravin? Ti çka je këtu? Pse se fal taravin? A e di se taravia është namaz nafile? A e din që gjatë muajit Ramazanit e ka vlerën shumë të madhe? Një vlerë të cilën nuk mund të ta tregoj ti se sa e ka. Mirë, e ka një vlerë shumë të madhe. Ankosh nga nxehtët. Pejgamberi alayhis salam të shkuan te Buk 45 gradë, 50, në zotë e disa është atje. Verë, të shkuan te Buk, disa nuk shkonin me ta. Ata të cilët mundoheshin me zbrapsa të tjerë, thoshin nxehtë i madh. Allah xhaleshanu thotë ja që vetëm një përkujtim. Tha thuju këtyre çka po thonë nxehtë i madh. Nxehti i xhenemit është edhe më i madh se këtë të cilin jeni duke përjetuar në shkretim 50-60. S'ka në xhenem 50-60. Më i vogël është me shkel ngaca më të vlu trunt. Më i vogël është. Përkujtoja këtyne. Ne vllaznitja përkujtojnë vetë tonë. Nxehti jon taravi 40 minuta, 50 minuta. Është shumë i vogël krahasim nxehtit zjarrit të xhenemit. Ta durojnë nxehtin e taravis vllaznit. Se nuk është asgjë kundrejt asaj të cilën do ta fitosh. Është një nimet i madh që Allah xhaleshanu ta jep ti shpirtin edhe arrin muajin e Ramazanit. Mundesh me agjeru, mos e le taravin. Mos e le namazet farzës po flasim. Po flasim për nafile, mos e le vllazni. Do të vjen një moment që do të pendosh mirë, po do të jetë vonë. Lutim Allah xhaleshanu të na bën për atyre të cilët e agjerojnë edhe e falin në muajin e Ramazanit. Përgatitnu me lutë Allah xhaleshanu për çdo send që keni nevojë. Prej momenteve kur Allah xhaleshanu pranon lutjen tonë është para iftarit. Je duke kërkuar prej dikujt që nuk ka kufi pasurieti. Prej dikujt që nuk harxhohet ajo nëse t'jap ti. Edhe prej dikujt i cili ka thonë: "Lutuni se unë u jap juve." Para mendo, kjo është me emodhja. Lutuni se unë ja u jap juve. Allah xhaleshanu po na thot kërkoni se unë kam ia dhënë juve. Shfrytëzoni Ramazanin me agjerim, me nafile, me lutje se Allah xhaleshanu premton se kam ia dhënë ata të cilën Allah xhaleshanu e ka premtuar. Edhe e fundit vllaznim specifika e këtij muaji të madh e Ramazanit. Është ibadeti më i madh prej krejt ibadeteve. Pse? Është namazi, ja nis me fal farzin. 5 minuta i lidhur me Allah xhaleshanu. Jep selam, përfundon. Ndërsa agjerimi je i lidhur me Allahun xhaleshanu prej sifir kur fillon agjerimi deri në iftar. 16 orë, 18 orë, je i lidhur me Allahun xhaleshanu gjatë këtyre 18 orëve. Keni kujdes fjalëve të këqija, rrenave, të shameve, të vëllëçta që kena në zanat çdo ditë fjalë. Keni kujdes vllazni. Unë shpesh rri me juve. Edhe dikush prezencën time, dikush tu fol për juve, i rreshat goja, se e kam mësuar edhe sham me nam. M'fal vëllai, i vjen keq prej meje. Para mendoti gjatë agjerimit, Allah xhaleshanu e ki përpara. Nëse të vjen keq ti prej një personi, çka mendon para Allah xhaleshanu? Dije se je para Allah xhaleshanu, ruaju nga fjalët e këqija. Lutim Allah xhaleshanu të na bëjë mundër që ta agjerojna me iman këtë Ramazan. Lutim Allah xhaleshanu që të na letoj, edhe pse dina se është vështirë,
Mirë, po çdo punë e vështirë dhe pagut dhe shpresojnë ata Allahu xhaleshanu që pagesën kostën do ta ketë shumë të madhe ky muaj i agjërimit. Allahu xhaleshanu na i letoft, na i mundsoft të agjërojna, të falim me ta dhe të na jap bereqet. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa sairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نهره إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون